Ndërkohë, do të kemi një tjetër moment shumë interesant, ajo ka mbritur edhe pse e penalizuar, pa diskutim me dëshirë për ta pasur në skenë edhe për komunikuar me të, sepse shkoj në këtë dinamik të lojës me shumë duar trukitje, jo si që thot Gjaku, por si që them unë, një mis i vërtet, Casey. Ta takoj që Gjaku dhe pse më thot Miss Lagja. Jo, sot nuk jemi Miss Lagja, sot jemi Miss Shqipëria. Bravo që. Jo, Kastro. Ty të dua. Do të takosh edhe Albin? Po, edhe Albin, se Albin më ka falur momente shumë të bukura. Si e ti? Mirë, mirë. Si ke emocionuar. Emocionuar. Po, që do takoj familjen, mezi po pres tani. Ka marmalli. Kur jemi aty brenda, e dim që jemi aty brenda dhe s'dalim do. Tani që jam afër, mezi po pres, këto minutat po më duken shumë. Si ndihesh që u penalizove, mua me të thënë të vërtetën, kam një lloj keqardhje. Nuk do doja të shija të penalizuar, do doja të shija se si e ndjek ti këtë rrugtim prej 19 vjeçareje. Bukur, që ta kesh një kujtim të bukur në... Luana, edhe unë ndjej keqardhje, normalisht, sepse është një eksperiencë shumë e bukur, është e paharrueshme, por të them të drejtën, unë kam shumë ego, edhe e mendova edhe thash më mirë që dola kështu, se sa të dilja nga një vendim tjetër, kështu që... Vendimi tjetër që do dilje, do ishte vetëm publiku. Edhe ai është gjithmonë personazhe publik, në dorë të ti jemi. A je penduar ti teksa në flasim? Jam e penduar që unë nxitova edhe për një gabim aq të vogël humba diçka shumë të madhe, por prap, do me thënë, mendoj që jam okej, se një muaj kam përjetuar momente dhe emocione shumë të forta. Çfarë do bëje ti ndryshe në rast se do e ribëje këtë eksperiencë? Po, do rria aty te fakiri, do flija te kashtra. Dëgjoj, ti je re, Casey, me rëndësi është që ti rikuperosh gabimet e tua dhe të mësosh nga ato, se e ke kohën përpara për të bërë gjithçka që do të bësh në karrierën televizive. Faleminderit. Okej? Do marrim nga një koment nga opinionistët, po e nis me Kastron. Edhe mua më vjen shumë keq në fakt që e shoh Casey në studio, faktën sot, do doja të ishte aty edhe disa kohë, personalisht. Mendoj që është një lloj penalizimi që erdhi në mënyrë progresive gjatë gjithë këtij muajit në të gjithë shkeljet e vogla, pra atë që ti quan si një shkelje të vogël, mendoj që u bëra unë shembull. Është se jo tamam, nuk ishte ashtu, por është le të themi maja, kulmi i të gjithë pasojave e i të gjithë veprimeve që ti ke bërë, Casey. Megjithatë unë të uroj të gjithë mirat, ti je një figurë shumë interesante si individ, por edhe si kallup, kështu që urime më të mira në këtë ambientin e ri. Gjaku? Si fillim dua t'i them Caseyt që sot është për mua dita me keqardhjen më të madhe që kam provuar këtë një muaj, sepse pikërisht unë këtë javë kam parë tek ti një ato daljen që tash nga Lëvozhga, nga Guaska, pikërisht fillove të tregosh vlerat tuat, më pëlqeve vërtet në shumë momente kur u përpoqe që të jesh në harmoni me të gjithë, me batutat e tua e zgjuar. Më pëlqen edhe fakti që shpesh herë ke përmendur dhe faktin që je kujdesur për vëllezërit e tu, për familjen që të ka marrë malli. Më vjen shumë keq pikërisht në këtë moment ti bëre një faj, ka gabime, po ka dhe faje, dhe fatkeqësisht secili duhet mbaj përgjegjësinë për gabimet që bën. Më vjen shumë mirë që ti ke reflektuar dhe që erdhe dhe pranon me kaq sportivitet. Sinqerisht sot dua të kërkoj dhe ndjes nëse kanë tingulluar si pak përqeshës ato komentet e mia. Kanë qenë më shumë për të ngacmuar pak, sepse kam parë potencial të këti dhe kam dash të ndesa të zjarin bubulat. Ajo që ke thënë ti është përdorur dhe si shaka dhe mua nuk ka ngelur atri në asnjë moment. Jeni shumë të mirë të dy dhe faleminderit për çdo gjë që për çdo koment që më keni dhënë, si të mirë apo të keq, unë e vlerësoj shumë. Moj ti. Po këtë si shë këshu ati e moj? Po, pra! Po tani
tani nuk duhet të jemi mirë me gjithë, nëse... Casey, për kë voton ti? Nga sot e tutje, ku ja jep ti votën tënde, që është shenjë? Unë në fakt jam shumë sociale edhe afrohem shumë me njerëzit, fal shumë, toleroj shumë edhe ndonjëherë quaj si gabim, por jam lidhur shumë pothuajse me të gjithë aty. Edhe Më zgjedh një. Një. Është shumë e vështirë për mua. Ti e gocë që selekton. Selektoj po jo këtu. Jepi, hajde ma zgjedh një. Duke qenë se kam një respekt shumë mund t'i them të dy? Hajde po të toleroj mos, se gjithmonë të kam toleruar. Okej. Big Mamën edhe Frederikun. Kam shumë për zemër. Okej. Casey, unë duaj që ti të rish me ne sonte edhe në çdo prime se jo, do bashkosh aty me Albin. Patjetër. Okej, faleminderit shumë. Ndërkohë që ne ata I kemi gati dhe jemi gati për të parë një 2 luftim. Gladiatorësh ose jo, nuk besoj se është sfidë inteligjencë, por do shohim edhe pak forcë në fakt. Do shohim se çfarë do të na servirin në këtë moment. Ju lutem të na çoni tek arena jashtme. Albano! O Luana! O Ylli bukur! O Kaçurrels! Po, faleminderit, dëgjoj. Po të marrë me të mirë sepse dua që ti lutem agajt, ti lutesh edhe ti se këta nuk e dëgjuan mirë si se sfidë dhe inteligjencë dhe force. Po. Dhe unë zituan zgjodhën Frederikun, jo se Frederiku është tmerrsisht I fort. Por. Po. A e ndrojnë dot se beta Andueli sepse. Do thuaj pak me çfarë emri duam ta ndrojmë? Me Anduelin. Duam ta ndrojmë me Anduelin, vendimet nuk I marr unë. Unë pres një verdikt nga Agaj. Të përgjerohemi Aga, se nuk e dëgjuan atë pjesën e forcës, dëgjuan vetëm inteligjencën. Ndërkohë që merret vendimi Albano, që mos të rrim të përgjerohemi, të lutem të na shpjegosh lojën. Ja shpjegoj unë, kthehemi pak te Rini aty. Rini aty, sa shpjegoj unë. Atëherë, njëri, për shembull, teorikisht I bie Roni dhe Frederiku, duhet të hypin këtu të shtrihen aty, të kapen me duar shumë nga mbrapa dhe të rinë të varur. Një andej një këtej. Unë ju lexoj pyetjet. Kemi pyetje, këtu vjen inteligjenca. Këtu hynë punë inteligjenca tash. Po. Grupet, për shembull, nëse Frederiku shtrihet këtu, Erandi me Anduelin dorin këtej. Dhe si bie Elinara me Yllin dorin këtej. Sepse kanë kundërshtar Frederikun. Për çdo pyetje që nuk gjen Frederiku, këta I presin nga një litar. Pap të parin, pap të dytin, pap të tretin, pap të katërt. Dhe këta duhet të mbajnë kush bie I parin tok, u mbet sfidën. E kuptuat? Kjo është sfida. Tani, Albano, lajmi mirë është që po, mund të zëvendësohet Andueli me Frederikun. Po, mund të ndrohet Andueli me Frederikun.